kjo është për të vend duart në kokë edhe për të uluritur në këtë vend. Me spakun e kam fjalën, që merret me gjëra koti, merret me gjëra domethënë gjej telefona edhe gjithë ditën, s'kam punë tjetër gjanë vetëm do merret me përgjimin e telefonave me çfarë do gjesh në telefoni. Do gjesh që them unë që ati jepja se është më i mirë ai, ati jepja se i ka makinerit më të mira, ati jepja se cilësinë e punës e ka shumë më të mirë, le të na dalim më shtrenjtë, po jemi më të sigurt në infrastrukturën që po ndërtojmë edhe në çfarë po japim shqiptarëve e tjera me radhë, domethënë këto po gërmon tani e shturpi dheut që të merresh me këtë gjë dhe pastaj nga ana tjetër të lesh edhe të mos merresh edhe ti sfumosh edhe ti lesh domethënë në arrest ato që janë jo vetëm të dukshme, po janë pasuri që duhet u kthehen Shqipërisë dhe shqiptarëve edhe që ti kthehen pasuri Shqipërisë dhe shqiptarëve, ti duhet me çdo kusht të merresh edhe të japësh përgjigje privatizimeve që janë bërë në kohën e Ilir Metës edhe Sali Berishës, duke filluar me Alpetrolin, ktheua shqiptarëve naftën e Shqipërisë me Armon, ktheua ja more rafinerinë e naftës, ja more naftën e tjera për dhe jam qeni për familjen e Berishës, ja more bankën, i ke marrë bankën kombëtare e shqiptarëve, me gjithë kursimet që kishin brenda, ja dhe privatit dhe more pjesën e Luanit për vete, me privatizimin e Telekomit. Ktheu më shqiptarëve atë paktën ata që punuan atje, jepu hakun atyre, se u amore, domethënë gjitha të mund, gjitha të djerës, edhe i more 500 milion ja vodhe Shqipërisë dhe shqiptarëve për to, dhe meru pastaj, po mirë më nuk u marke do të me këto se që nga gjojat vjetra. Po pikërisht për këte po them, po t'ishte, bje fjala, po t'ishtin këto vepra penali që po them unë, marri më të thjeshtën, korupcionin e hapur të Sali Berishës dhe të bandës ti kriminale me Laçevitën. Ka marrë 5 milion i mori me kontratë, ku i gjeti Partia Demokratike këto 5 milion që i provon ti, lere ato 6 milion, lere sa ka marrë. Janë donacione nga demokratët. Cili, ku është donacioni? Nema me firëm, nema kush e ka paguar, kush e ka bërë, ku e ke deklaruar në tatime se ka deklaruar këtë gjë, e hetoj spaku, e mori këtë, e mori si kallëzim. Ka që vështirë që nga kjo për të verifikuar edhe për t'i dhenë përgjigje? Ka që vështirë që nga kjo për të verifikuar t'i hetimi pasuror që i bere asaja foltores? Ku janë lekët ju vazhon gjoja thirë 2-3 veta? Pse se mbyllë? Pse se qonë? Ka që vështirë që nga korupcioni bje fjala i ekspozitës Shqipëria sot? Ja ku e ke? Vendimin e gjykatës së lartë ja ku e ke, merrem vendimin e gjykatës së lartë dhe do shikosh te vendimi i gjykatës së lartë, do shikosh që është thënë, pasuria është e shtetit. Tani ty të doli edhe ta mori Saliu dhe ja privatit. Atëre ja dhe privatit vajti korrupsioni 15 milion euro aty. Merre ato ja ku e ke. Pse e more mo zotëri? Me vendim qeverie dhe ja dhe aty. Mirë rregull, kompleksin Partizani po heton për korrupsion edhe po i thua, hajdut je llogari. Edhe po jep llogari, se po bëhet gjyqi atje, e do dënohet për këtë. S'ka njeri pretendim për këtë. Pra, si që bëre për këtë, vazhdo me tjerat. More, është korrupsion më i ndyrë, s'ka ku të vejmë korrupsion më të rënd, se sa mënyra si veproi Sali Berisha për të marrë selin e Partisë Demokratike ka sot. Ishte shtëpie e oficerëve, ishte shtëpie e dem babaden e atyre njerëzve që kanë sakrifikuar dhe ende vazhdojnë të sakrifikojnë për mbrojtjen e atë dheut të Shqipërisë dhe kishin një qendër atje që ishte e shtetit. Aje mori me i VKB e ktheu private. Edhe tani e përdor atje. Ky që privatizove me ç'më mënyrë, me ç'veprim e tjera. Nuk e bën spaku, asnjë nga këto nuk heton. Asnjë nga këto krimet të këtij nuk i heton absolutisht. Pse? Sepse duam ta pranojmë, për fatin e keq, edhe gjykata, një pjesë e gjykatës, GKK-os, është e kapur, por të paktën atje ka prap gjyqtar, që të paktën po ja